Raporti I fundit I avokatit popullit mbi rastin Veliaj për te linçimit dhe shkeljes së privatësisë ndërsa bënte një ndërhyrje mjekësore, rikthen debatin mbi motivimin që ka pasur drejtoria e përgjithshme e burgjeve për të linçuar Erion Veliaj në burg, proces I cili në një farë mënyre vazhdon akoma. Më e besueshme mbetet që ndaj tij ka pasur një zell politik brenda PS-s për ta linçuar, duke parë angazhimet personale të prokurorëve të çështjes kundër tij dhe pozitat e dobta politike të Veliajt në kohën që u arrestua, duke menduar se zhurma dhe gjyqet popullore do të mbysnin zërrat e dobët që kërkonin standardet e drejtësisë në këtë proces dhe ai do të ishte kurbani që do të ilustronte peshqjet e mëdhenj të PS-s. Po të lexosh portalet e fundorinave paguar nga brenda PS-s që shtiren si opozitar, kjo duket dhe më e qartë. Pasi ata sulmojnë çdo kënd që I del në mbrojtje Veliajt, por jo socialistëve të tjerë që arrestohen.